këtë javë që vjen Kina ka thirrur një takim të përbashkët të Rusisë dhe Iranit për të biseduar për çështjet bërthamore të Iranit. Që Trumpi kërkoi pikërisht, pra do me thënë që Kina nuk po rri duar kryq, pra po reagon diplomatikisht. Do shohim se çfarë do arrihet në këtë bisedim trilateral, i cili është ofruar nga kinezët dhe do të mbahet në Kinë javës që vjen. Prandaj po them që nuk po rri duar kryq, po reagon dhe mënyra si po reagon po e bën në mënyrë diplomatike ashtu siç e kanë bërë për herë. Zoti Goxhe, po Erdogani është thjesht një pazarxhi tipik turk, pra po mundohet të përfitojë nga kjo allmulli e cila e ka zënë Evropën. Evropës ka kohë që ka humbur udha në borë dhe tashmë Erdogani e ka vënë re këtë që Evropës është bërë si një pul qorre, e cila nuk di nga të shkojë dhe po mundohet të nxjerrë nga Evropa ato koncesione cilat nuk i kanë nxjerrur Turqia që prej vitit 1960. Duke ofruar ndihmën e saj pavarësisht se nuk ka asnjë kapacitet që të plotësojë nevojat e Bashkimit Evropian, qoftë për armatim, qoftë për siguri. Ka vetëm kapacitetet deri diku të plotësojë nevojat e saj, por jo të Bashkimit Evropian. Zoti Goxhe, për të rikthyer tek situata jonë në Ballkan në Shqipëri, nëse do na sulmonte të marrim një shembull një nga fqinjet, po të marrim Greqinë, do vinë ata të rinjtë e Polonisit na mbronin ne? Jo. Në rast se neve do na sulmonte Greqia, mos harrojmë që jemi 2 vende anëtare të NATO-s. Dhe në këtë moment nuk funksionon neni 5 i NATO-s, kur 2 anëtarët e NATO-s sulmojnë njëra tjetrën, atëherë kjo do të mbetet në varësi të çdo vendi tjetër, jo vetëm të NATO-s, por edhe të botës për të sjellë një ndihmë ushtarake ndaj vendit i cili do të jetë në agresion ndaj një vend tjetër i NATO-s. Askush nuk do të vinte të na ndihmonte, do të mbesim të vetëm. Prandaj unë kam theksuar dhe theksoj gjithnjë që Shqipëria duhet patjetër të bëjë një marrëveshje strategjike mbrojtje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne duhet të kemi një marrëveshje të tillë për çdo eventualitet, pra edhe në rast se nesër i mbushet mendja Greqisë ose dikujt tjetër të na sulmojë, por edhe në rast se në çdo çfarë do lloj gjëre mund ndodhi nesër, ne të kemi një mbrojtje të garantuar. Aktualisht ne nuk jemi të garantuar totalisht nga asnjë lloj gjëje. Këtë e duam ne, po a e pranojnë ata? Po neve duhet ja kërkojmë, duhet të ofrojmë, ata janë shteti i madh, pra ai është vllau i madh. Ne duhet i themi ne kemi nevojë për këtë. Dhe pastaj hym në bisedime, unë nuk e di e pranojnë, por nuk ka asgjë që mos na pranojnë. Pra ne nuk po përgatitemi për luftë, nuk po i themi që duam na ndihmoni juve se neve duam të sulmojmë Greqinë, duam të sulmojmë Serbinë, duam të sulmojmë Maqedoninë ose Malinezi, jo. Ne po kërkojmë një marrëveshje strategjike mbrojtje, pra për të mbrojtur në rast se integriteti territorial i Republikës Shqipërisë dhe sovraniteti i këtij vendi do të cënohet nesër, qoftë nga aleatët, qoftë nga armiqt. Ju thatë vllai i madh, po vllai i madh, a nuk është Erdogani, mund mbështetemi tek ai? Jo, vllai i madh nuk ka qenë asnjëherë Erdogani, vllai i madh i Republikës Shqipërisë ka qenë dhe mbetet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rast se neve do vazhdojmë të ndryshojmë kajet, kështu siç kemi bërë në këto 30 vite, herë shkojmë te Greqia, herë te Italia, herë te ajo, ata kanë rëndësinë e tyre, pra Turqia ka rëndësinë e vet, Italia ka rëndësinë e vet, Greqia ka rëndësinë e vet, por askush të treja të marra së bashku dhe jo vetëm veç e veç nuk e zëvendësojnë dot fuqinë politike dhe ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ndihmën që Shteti Bashkuar të Amerikës i ka dhënë shqiptarëve në gjithë këto vite. Pra mos harrojmë çështjen e Kosovës, ishin ata kryesorët që vendosën, ishin ata që mbështetën luftën e armatosur, ata ishin fuqia më e madhe kur NATO ndërhyri, pra nga 1400 avion, 1100 ishin të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës, mos harrojmë, të gjitha fluturimet ishin të tyre, të gjitha bombat ishin të tyre, gjithë mbulimi strategjik ishte i tyre, dhe shpallja e Kosovës shtet ishte vendimmarrje e tyre dhe as e një shteti tjetër, pavarësisht shtetet e tjera që përmendet juve si Turqia e këto tjera e njohën në rend, pra vazhdojnë, por kjo nuk i bën ata zëvendësues të vllajt madh. Vllai i madh për shqiptarët kanë qenë dhe mbetet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rast se e ndryshojmë të, atëherë kjo do të ishte një vetvrasje për neve, pasi do të bëheshim të besueshëm nesër për të kërkuar një ndihmë në rast ndihme nga ky vllai i madh. Kosova duhet të ketë frikë përballë kësaj situate globale? Jo, Kosova nuk duhet të ketë frikë përballë kësaj situate globale, për arsye se tashmë në deklaratat e fundit edhe të Departamentit të Shtetit para një jave deklaruan që nuk ka Departamenti i Mbrojtjes së Bashkimit të Amerikës bëri një deklaratë zyrtare që tha